Përshëndetje të dashur. Nëse jeni këtu dhe tani, dhe shohim se çfarë bekimi dëshiron të vini jetën tuaj dhe çfarë mund të bëni ju për ta mirëpritur më së miri. Sepse ndonjëherë mund të vinë shumë bekime për ne, mund të duan të vinë shumë bekime për ne dhe mund të jenë këtu rreth e qartë nesh, por ne nuk i shohim, nuk jemi gati t'i shohim dhe nuk ndjehemi të blegshëm për t'i marrë, apo thjesht bëjmë sikur t'i shohim. Ose ka shumë limitime të cilat mund të qëndrojnë si pengesë që ne të mos ta marrim atë që ne duam. Por le të shohim se çfarë pikërisht është kjo për ju. Po dëgjoj tani që ka të bëjë me një farë që ju keni mbjell në një hënë të plot apo hënë të re dhe ju e keni ushqyer të farë, ju keni dhënë ushqimet e duhura. Jeni përkujdesur për të, por ju nuk e dini se kur ajo do të mbi pra. Dhe nuk është detyra juaj ta dini ndoshta dhe është si një surprizë e bukur si çdo lloj fare tjetër pra. Ne i mbjellim, i përkujdesemi dhe nuk e dim a do të mbi apo jo njëherë, sepse varet nga shumë gjëra që nuk janë në kontrollin ton, edhe nëse ju ja bëni të gjithë punën. Por vjen në një moment të papritur, pra koha më e madhe ndoshta zhvillohet poshtë dhe ne nuk shohim asgjë dhe mendojmë që ajo nuk do të mbi, por ajo lind papritur. Dhe kaq krejt papritur bëhet pjesë e jetës tonë dhe kaq krejt papritur më pas rritet dhe zhvillohet shumë shpejt. Por sot tani pikërisht si një fëmijë që do kaq kohë që të zhvillohet, por më pas rritet shumë shpejt pasi lind pra. Dhe duket sikur vërtet u rrit shumë shpejt. Le ta fillojmë me këto 3 karta. Pra karta e parë që erdhi si energji e përgjithshme ishte që ju keni mbjellë të farë dhe ne thamë çfarë do të vi tek ju. Pra është kjo që ju keni dashur, diçka që ju keni manifestuar dhe jeni përpjekur që ta tërhiqni. Por ideja është që me këtë kartë u përshoj që ju keni shkuar në shumë lloj edhe ndjekur nga kjo kartë, pra keni patur shumë lloj perspektiva të ndryshme dhe keni shkuar në shumë lloj rrugtimesh me mendjen tuaj që ju ka mbajtur në këtë lloj cikli, si të thuash, që keni menduar do të vi apo jo, do të bëhet apo jo, do të mbi apo jo, pra thjesht do të vi kjo gjë që unë dua apo jo, kur do të vi, si do të vi, kush do të jetë. Dhe të gjitha këto kanë krijuar një lloj bllokimi. Pra çdo mendim mendojeni si një tull e vendosu kështu po e shoh tani si tamam duke krijuar një mur që është blok për ju dhe manifestimin tuaj. Dhe ju mund të jeni këtu, manifestimi juaj mund të jetë pas këtij bloku, por nuk e takoni njëri tjetrin duke qenë se keni këto mendime të cilat ju mbajnë pas, ju mbajnë në vend numëro, ju mbajnë, ndoshta ju dyzojnë dhe nuk shikoni, par janë si re, që nuk shikoni çfarë ndodhet pas reve. Dhe re është thjesht iluzion, ju thjesht mund të kaloni për tyre, por këto mendime ju mbajnë aty në vend numëro dhe nuk shikoni se çfarë. Pra si kjo perde këtu dhe duket sikur ju nuk shikoni vërtet se çfarë ka pasaj, si iluzione. Dhe vetë këtu thotë ju më t'jeni virgjëresh, dhe këtu thotë të pastroni jetën tuaj. Dhe unë përshot të pastroni mendjen tuaj, mendimet tuaj, as që shikoni që ka shumë bulza të cilat duket tamam si një tenxhere me presion që ka vërtet shumë dyzim, dhe që ju po shkoni duket si një rrugë pafund, me kthesa pafund dhe por nga ana tjetër këtu thotë që katror dhe gjithçka që ju doni është aty për ju nëse ju ndryshoni perspektivën. Para se të thuash ju po shikoni këtej. Dhe vetëm nëse ktheni pakës kokën në një drejtim tjetër, pra në të majtë, në të djathtë e të tjerë, ju do të mund shikoni atë që ka qenë gjithnjë aty për ju. Pra mjafton thjesht një ndryshim i vogël në perspektivë. Mjafton thjesht të pastroheni nga këto mendime dhe dyzime dhe të ndryshoni mendjen tuaj në lidhje me diçka dhe mund të jeni binjakët. Pra të mos jeni shumë të fokusuar që ai që po gjë tani është për shembull, unë e di që ky person që unë do takoj është ky person që do të më ndihmoj, por ndoshta nuk është ai. Pra ndryshoni mendjen tuaj dhe lejojini universit të dërgoj personin më të mirë për ju, të dërgoj personin që mund të ndryshojë jetën, të dërgoj personin që është vërtet në përputhje me ju. Sepse ju mund të mendoni që është ky person, por ju ndoshta nuk e njihni 100% dhe nuk e dini 100% a do të ndihmoj apo jo. Universi sheh më shumë se sa ne. Dhe le ta lejojmë që të na ndihmojë apo jo. Duke qenë të hapur ndaj posibiliteteve. Kush mund të jetë partneri juaj, kush mund të jetë bashkëpunëtori juaj në punë, kush mund të jetë shoku apo mikesha më e mirë për ju. Lëreni në dorë të universit. Dhe nga ana tjetër, shikoni cilën keni shenjën tuaj të ascendentin tuaj
Dhe thot që të shikoni gjërat ashtu siç janë. Pra bëhuni të sinqert me gjithçka ashtu siç është. Dhe është e vërtetë që ne nuk mund ta gjykojmë librin nga kopertina, pra nuk mund ta gjykojmë këtë person thjesht nga paraqitja. Por nëse ne thjesht, pra për një grupim po shoh që mos e gjykoni nga paraqitja, sepse ky mund të jetë personi i dur për ju, prandaj thot këtu që ndryshojeni mendjen tuaj, sepse nëse ju vazhdoni dhe i gjykoni këtë person, ju mund të humbisni një bekim shumë të mirë që universi ka dhënë për ju. Dhe çfarë bën kjo? Bën që universi të mos na japë më shumë bekime, sepse mendon që ndoshta ne nuk i duam. Por në momentin që ne vlerësojmë gjithçka që kemi, gjithçka që na ka dërguar, dhe besojmë që është për një arsye dhe për më të mirën tonë, atëherë do të zbulojmë vërtet panoramën e vërtet që fshihet, apo historinë e vërtet të këtij libri. Dhe do të themi wow, ishte vërtet i magjishëm, ishte vërtet më ndryshoi jetën ky libër, kjo histori, ky takim, ky njeri. Dhe shenja juaj ascendentit mund të tregoj shumë për personalitetin që ju prezantoni në botë. Nëse ju e shikoni, ju mund të kuptoni se çfarë po takojnë të tjerët nga ju. Pra personalitetin që ju keni dhe po pasqyroni në botë. Dhe kjo është paraqitja e parë apo thjesht kopertina që ju keni në jetë. Dhe me këto dy karta ndiej shumë e rëndësishme kjo kopertinë, sepse kjo kartë sugjeron shumë ju mund të jeni ujori. Të shndroni vetvetja ose shenjë uji, sepse duke shndruar vetvetja, ju mund të tërhiqni këto lidhje të sinqerta dhe lidhje të cilat janë vërtet të destinuara për ju. Dhe nëse ju nuk keni vetvetja, ju do të rishni një iluzion dhe diçka që është një gënjeshtër. Dhe nuk do ta kuptoni pse, sepse nuk do ta kuptoni pse për shembull nuk jeni në përputhje, sepse ju po reflektoni një gënjeshtër. Por në momentin që ju reflektoni në botë, dhe prandaj tham ascendentin, ju po reflektoni në botë veten tuaj në vërtet, ju do të rishni po njësoj. Dhe është kaq magjike si kjo ndodh në fakt. Dhe nga ana tjetër po dëgjoj mesazhin që thjesht shkoni me ritmin, pra go with the flow. Shkoni me ritmin dhe me rrjedhën e ngjarjeve në jetën tuaj. Që një takim t'ju ritheni diçka tjetër, pra mos mendoni që takova këtë person dhe ky është personi i duhur. Ky është ai që apo ajo që po prisja. Ky person mund t'ju takoj me mikun ose me keshën e vet dhe me një person tjetër, dhe kjo mund të çojë që ju të jeni me personin e duhur në kohën e momentin e duhur. Pra ndonjëherë jeta ka disa mënyra shumë të bukura se si ne na çojnë në kohën e vendin e duhur, në momentin e duhur, me njerëzit e duhur. Nëse ne lejojmë këtë. Dhe karta që ishte mbi këtë kartë tregon që ju jeni, domethënë shpirti juaj po kërkon kaq shumë të zgjerohet, të marrë vendin e vet që i takon. Pra thjesht juve ju duket sikur e keni futur veten në një kuti dhe nuk doni të merrni, si thua, hapësirë, apo ju duket sikur po merrni hapësirën e të tjerëve nëse jeni vetvetja, apo merrni dritën e të tjerëve. Dhe shumë larg së vërtetës, gjithë secili ka dritën e vet, ka vendin e vet, siç ulen tavolinë ka secili vendin e vet, në jetë gjithë secili ka vendin e vet, në univers të gjithë jemi të rëndësishëm, si të thuash, po njësoj, në mbarvajtjen e universit dhe gjithçka që ekziston është po njësoj e vlefshme. Dhe ideja është që kjo mund të lidhet shumë me konfidencën tuaj, përderisa unë ndjeva uzuar të them të gjitha këto. Sa të vlefshëm ndjeheni, dhe nga ana tjetër të thot, go big or go home. Pra, ose bëhuni 100% ajo që jeni dhe të jeni vetvetja dhe të merrni risje përsipër, apo thjesht të dilni jashtë komfort zonit tuaj një herë mirë, ose thjesht ndroni në komfort zonin që ju jeni dhe mos u ankoni për këtë. Pra është një zgjedhje. Tani nuk ka gjysmë, nuk ka jo po kështu, jo po ashtu. Ose e bëni ose nuk e bëni. Kjo është ideja. Sepse këto fillimet e reja për ju, që mund të jenë ky manifestimi që ju doni, janë këtu. Dhe vazhduar ta lexoj këtë kartë. Dhe thot kur një derë mbyllet, një tjetër gjithmonë hapet. Duke ju ofruar ju një rrugë të shëndritshme që ndoshta as nuk e keni ëndërruar, nuk e keni parë në ëndrat më të bukura tuajat. Dhe ky është thjesht një ligj i universit. Dhe ju mund të jeni dash, gafore, peshore apo bricjall. Dhe këto të gjitha shenja lidhen shumë me ekuinokset dhe me solsticet, kështu që kjo energji, gjithnjë solsticet dhe ekuinokset janë domethënë energjia e fillimeve të reja. Dhe tani kjo po ndodh në jetën tuaj gjithashtu.
Pra thjesht, jo më kot tham që go big or go home, sepse tani nëse një mundësi paraqet për ju ose e merrni ose jo. Dhe kjo dikton se çfarë do të ndodhë në jetën tuaj. Pra nëse ju thoni po, ju hapeni ndaj një bote të mrekullueshme të magjishme. Nëse ju thoni jo, ju thjesht do të qëndroni në botën ku keni qenë, por ndoshta gjërat nuk do të jenë ashtu siç ju doni, mund të zhgënjeni, mund të mërziteni. Sepse, siç e tham, shpirti juaj do të zgjerohet dhe të zhvillohet dhe të eksplorohet dhe të ekspansionohet. Dhe në momentin që ju nuk e përmbushni këtë, ju ndjeni pa energji, pa motivim në jetë, sepse nuk po përmbushni atë që shpirti juaj dëshiron të bëj. Por në momentin që ju e bëni, duket sikur keni më shumë energji, më shumë entuziazëm dhe në një mënyrë magjike. Dhe ajo që po dëgjoj që lidhet shumë me këtë kartën, pra që t'jeni vetvetja, mos u shqetësoni, për sa kohë ju jeni vetvetja, ju do të rishni gjithnjë më të mirën dhe gjithçka që është në të njëjtën frekuencë ju, njerëz që janë poshtë ju dhe ju kuptojnë. Pra mos u shqetësoni që e kaluara ndoshta do të përsëris vetveten. Do ta përsëris vetëm nëse ju vazhdoni të vishni të fasadë dhe të mos jeni vetvetja autentike, por në momentin që ju jeni, ju të rishni ndryshe dhe po ta provoni, këtë është vërtet e magjishme. Ju a sugjeroj këtë dhe ju a garantoj. Dhe dy kartat e fundit për ju janë toka, pra që qëndroni të tokëzuar, me këmbë në tokë, dhe siç e shikoni në këtë moment, pra kur qëndroni në paqen tuaj, kur jeni të relaksuar dhe lejoni gjithçka të ndodhë ashtu siç është e destinuar të ndodhë, këto fara që ju keni mbjell mbijnë në një mënyrë të magjishme. Dhe karta e fundit që është kaq e magjishme, që lidhet shumë me këto fillime të reja, ndoshta një dëshirë që ju keni bërë tek një yll i bukur, trekëndçi mund të rezonoj me ju, rraf të ndryshëm që mund të shikoni, por trekëndçi më së shumti. Dhe thot, e gjithçka është duke u vënë në përputhje, si të thuash, në mënyra nga më të magjishmet. Dhe po e shoh tani që universi po orkestron gjithçka për më të mirën tuaj. Universi po orkestron njerëz, mundësi, resurse, dyer të hapura për ju, pra kudo që të ecni të jetë gjithçka me dritjeshile, gjithçka e hapur, e shtruar me tapetë të kuq, po shoh tani, vetëm në momentin që ju merrni riskun 100%. Dhe jo më ka të thonë që për shembull, në rregull, kur merr riskun 100%, ose do të zhytesh mirë, ose do të ngrihesh dhe do të fluturosh. Dhe unë po ndih shumë për ju që nëse ju merrni riskun, kjo pjesa e zhytjes nuk ekziston. Ju thjesht do të përjetoni më të mirat e mundshme dhe do të shkoni lart, do të fluturoni. Pra hiqeni frikën që do të bini, apo skenare të ndryshëm që mund vendosni, siç thamë në fillim, pra që mund të jeni në mendjen tuaj çfarë do ndodh. Duket si humba gjitha kartat, sepse i mblodha. Por që do ta gjej. Po. Pra këto kartat që erdhën në fillim, që jeni në mendjen tuaj dhe po mendoni skenarët e mundshëm dhe po mendoni si do të bini në këtë grop. Por ju nuk e kuptoni që në fakt kjo derë po ju çon lart e më lart, kudo, në karrierë, në lidhje, në çfarëdo faze që ju jeni në jetën tuaj. Dhe mjafton që ju thjesht të largoni këto mendime limituese dhe të ndryshoni mendjen tuaj për diçka. Të jeni të hapur ndaj perspektivave të ndryshme, dhe të jeni vetvetja mbi të gjitha. Dhe ju do të gjithçka do të funksionojë në mënyra nga më të magjishme për ju në jetën tuaj. Kjo është ajo që po dëgjoj tani. Uroj vërtet shumë që këto mesazhe të kenë rezonuar me ju dhe të kenë qenë një farë konfirmimi, shenje që ju nevojitet. Nëse keni vendosur shenjë yll, kjo është ajo që po dëgjoj tani, ja tek e keni. Mund të shikoni shenjat e tjerë që keni vendosur për konfirmim, gjyra, edhe gjatë kartave që ne pam. Të gjitha shërbejnë si konfirmime për ju. Nëse ju i keni vendosur që të lutem më trego këtë shenjë për x gjë, x pyetje, ja tek e keni. Dhe nëse doni, mund të bëjmë edhe një kartë për të gjithë ju që jeni këtu dhe tani në këto momente të videos. Si dhuratë për ju, çfarë konfirmimi mund të vi që ju keni vendosur si shenjë, sepse këto karta kanë iluzione shumë të bukura dhe ndoshta mund të vi për ju diçka. Okej. E dini që në fakt erdhën mesazhe të tjera për këto që sapo ne folum dhe po ndjem e uzuar të them duke treguar të shenjat. Kjo lidhet shumë me energjinë e parë që ne tham, pra mjaft të obsesuat me mendime. Kush nga ju është kaq overthinker dhe bimendues? Sepse po ndih shumë të energji dhe po mendoj që edhe unë jam duke bimenduar në këto momente.
e ndjej vërtet shumë të energji pra. Ju mund të jeni vërtet dhe si shikoni tani e humba kartën sepse i përzjeva mirë. Nuk e kam këtu atë kartë që erdhi në fillim, por a nuk është e ngjashme me atë që ne pam që ishte duke shkuar në një lup me mendimet e veta, me kartën Square? Është e njëjta gjë, pra thjesht mjaft të obsesuat me këtë gjë. Dhe Stellium në kartën astrologjike lidhet shumë me, për shembull, faktin kur ju keni në planete të ndryshme të njëjtën shenjë. Dhe kjo lidhet shumë me karmike që ju jeni këtu për të mësuar, të cilat përsëriten. Pra duket si një temë shumë e rëndësishme dhe si të thuash me gërma kapitale apo me ngjyra të shëndritshme në jetën tuaj për të mësuar. Dhe nëse ju nuk e mësoni, ajo vazhdon përsëritet si kjo, sepse ndjeva shumë të energjinë e lup, ne tham rrethin, pra që shkoni që droni ndoshta në vend numero në një rreth. Është si të përpiqet si një qen që përpiqet të ka bishtin e tij, kjo është ajo që po shoh. Dhe ideja është që ju mund të vraponi dhe mund të shijoni jetën tuaj, përse e kaloni kohën duke qëndruar në vend numero në këtë lloj mënyre. Dhe karta tjetër erdhi, ju mund të jeni dash, mund të jetë një shenjë konfirmimi për ju, mund të shikoni një shenjë që është konfirmim për ju. Dhe thot, thjesht dashin lidhet shumë me këto fillimet e reja dhe ne përmendëm dashin tek fillimet e reja në lidhje me ekuinokset dhe eklipset. Shumë konfirmimi i bukur, që ju vërtet mund të jeni një shenjë zjarri ndoshta. Dhe ne përmendëm shumë edhe shëngjetarin në fillim, edhe demi, po që tani mund të jeni dem. Dhe ju keni shumë zjarr. Erdhi dhe shenjë zjarri këtu, pra keni shumë pasion për gjithçka që ju doni të bëni dhe të ndiqni dhe në gjithçka në jetë. Pra gjithçka ju e bëni me pasion. Edhe në marrëdhënie ju jeni plotësisht vetvetja dhe jeni, si të thuash, e doni person tjetër kokë këmbë dhe me gjithë qëndësinë tuaj dhe edhe në marrëdhënie miqësore ju jeni vërtet shumë dashamirës, të dashur, por jeni shumë, pra keni këtë lloj impulsiviteti. Merrni zjarr shpejt dhe ndonjëherë mund të jeni të paduruar për këto fillime. Ideja është në momentin që ndiqni këtë pasion tuaj dhe e merrni riskun përsipër 100%, jeni vetvetja, e merrni këtë pasi që ishte shpreha go big or go home me Jupiterin, shkoja që të ekspansionoheni. Në këtë moment, dhe gaforja, ju mund të jeni gafore, dhe në momentin që ju e lejoni zemrën tuaj të jetë e hapur ndaj fillimeve të reja, sigurisht vjen ajo që ju keni dashur ndoshta që në fillim. Pra kjo mund të jetë diçka që ju keni dashur që në fillim, të bashkëpulloni me të tjerët. Kjo është ajo që ndjeva kur erdhën gjitha këto karta. Të jeni në një partneritet me dikë, të jeni në një marrëdhënie me dikë, mund të jetë marrëdhënie në çdo nivel. Por gjithnjë keni dashur të pjesën e komunitetit dhe t'i bëni gjërat me dikë. Dhe sa më shumë ju jeni dashur, aq më shumë jeta ju ka bërë që të jeni në këtë, të jeni vetëm, të zbuloni gjërat vetëm, të rindisni zjarrin tuaj vetëm, të hidheni në këtë aventurë të re vetëm, të kaloni në këtë portal vetëm, sepse duhet të gjeni veten tuaj autentike. Prandaj ishte i gjithë ky rrugtim. Dhe prandaj ju ngelet vetëm dhe ju keni thënë gjithnjë të lutem për shembull të kem njerëz të mirë përreth meje dhe pa që ngelet vetëm, sepse nuk ishin njerëz të duhur. Dhe ky është një bekim dhe po bën vend për ata që janë vërtet të duhurit për ju. Dhe këtu thotë që 2 është më mirë se sa 1. Pra për gjithçka që ju doni të bëni, në rregull ju e filluat vetëm, në rregull ju e morët riskun vetëm. Dhe tani më ju ndoshta po mendoni që do ta bëni gjithçka vetëm, do jetoni jetën vetëm dhe jeni okay me këtë. Dhe pikërisht në momentin kur ju jeni okay me këtë, vjen ajo që ju keni dashur që në fillim, që tani nuk e kam kartën këtu, por dhe energjia e Venusit që papritur thjesht e hapa, e ngrita si të thuash gjysmën e kartave. Wow, dhe ndjej shumë së fundi këtë lloj energjie. Dhe ka ardhur shumë edhe në seancat e kryera në lidhje me çakrën e zemrës, edhe në lidhje me mesazhet që kam dëgjuar dhe mesazhet që janë folur në lidhje me kolektivin. Edhe vetë gaforja duket si një zemër tani më duhet pak kohë që ta përmbledh gjithë mesazh, por lidhet shumë vërtet me dashurinë dhe me mirëqenien në çdo nivel, sepse thotë të tërheqësh mirëqenie, prosperitet, zemra që ne thamë që mund të ketë lidhje me ju. Dhe shumë zemra erdhën edhe kudo në këtë lexim, pra thjesht shumë mirëqenie po vjen drejt jush që mund të ketë të bëjë me gjithçka, por më së shumti me marrëdhëniet, me lidhjet dhe me dashurinë në çdo nivel, në çdo platonike, romantike, në familje,
Dhe energjia e Venusit po ju supporton shumë, mund ta deklaroni këtë në komente. Dhe mendoj që ta lëm me kaq sepse e di që mund të dalë ide edhe më shumë për të folur. Por po dëgjoj tani që ju jeni gati, ju jeni shëruar mjaftueshëm, ju keni bërë punën mjaftueshëm. Mos i shtyni vetë këto fillime të reja tutje, vetëm sepse keni frikë apo mendoni që s'jeni gati apo s'jeni të vlefshëm. Deklaroni që jeni të vlefshëm, deklaroni që jeni gati, deklaroni që i meritoni të gjitha këto. Dhe kështu është. Shumë faleminderit. Uroj që këto mesazhe të kenë qenë konfirmim për ju, t'ju kenë ndihmuar, t'ju kenë motivuar që të deklaroni fillime të bukura për veten tuaj. Dhe shumë faleminderit që jemi në videon tjetër. Mirupafshim.